Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 21 tetor 2025. Dashi. Të gjitha ata që kanë një aktivitet në kontakt me njerëz ose në çdo rast mund të fitojnë, fal komisioneve, do të kenë një situatë të veçantë. Në dashuri ju mund të fitoni një luftë, por një njeri ka qenë duke mohuar disa nga siguritë tuaja për disa kohë. Demi. Përqendrohuni në këtë mbrëmje veçanërisht nëse keni ndërmend të bëni përshtypje në dashuri ose të përcaktoni më mirë një çështje familjare, në dashuri zgjedhje të shkëlqyera, çifte më të favorizuara. Binjakët. Ju do të dëshironi të jetoni në një mjedis më të qetë, por nuk është e lehtë të mbash në ekuilibër marrëdhëniet e punës dhe afeksionin, sidomos sot. Ditë e çuditshme, relaksohuni. Gaforja. Zgjedhje të rëndësishme të karrierës mund të bëhen në këto ditë. Vini re, në dashuri mund të keni një shpërblim të këndshëm. Luani. Ata që kanë punuar mirë në të kaluarën po gëzojnë sukses të konsiderueshëm personal tani. Për zemrat e vetmuara, do të ishte më mirë të shikonin përreth dhe përfundimisht t'i dorëzoheni një farë dëshire për të dashur nëse zemra ka qëndruar vetëm për një kohë të gjatë. Virgjeresha. Këto janë ditë të dobishme për të përfunduar një projekt për të cilin keni menduar për disa kohë. Sharmi juaj ju lejon të arrini shumë. Në dashuri do të përfshiheni më shumë të ngazëllyer. Peshorja. Të jesh në gjendje të bësh gjithçka është e vështirë, ju jeni më pak të disponueshëm dhe shumë të hutuar. Fatkeqësisht, disa fatura të larta kanë mbërritur ose ka shpenzime shtëpiake. Akrepi. Do të jetë një ditë më e butë nga sa e imagjinoni, një person që nuk e keni dëgjuar për një kohë të gjatë mund të vijë në jetë dhe zemra juaj do të jetë më e lumtur, puna I merr kohë dashurisë. Shigjetari. Ditë interesante, veçanërisht dashuria mund të përmbushet. Tani mund të bëni zgjedhje që kanë rëndësi. Ju gjithashtu mund të largoheni ose të ndryshoni një situatë pune. Britsjapi. Nëse keni argumentuar për probleme të parëndësishme, atëherë mos u shqetësoni sepse kjo periudhë shëron plagët, e bën transportin e dashurisë më të nxehtë dhe më intensiv, sidomos sot. Ujori. Dëshira në rritje për hapësira të reja për të përmbushur veten, dëshira për përvoja të pazakonta. Një periudhë që ju gjen duke kërkuar pak qetësi, aspekti fizik duhet të kujdeset. Peshqit. Kjo ditë është e rëndësishme që të përpiqeni të rigjeni siguritë, të bëni një dëshirë. Nëse keni një aktivitet krijues në kontakt me publikun, do të jetë e lehtë të arrini sukses, dashuri në shërim. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.